Si jemi ka të ndis në kështu. Populli zanafilës i qytetërimit evropian. Populli që jo vetëm i ka dhënë gjuhën gjithë kombëve të tjera evropian të paktën, por edhe kulturën, edhe mënyrën e të perceptuarit gjanëve janë shqip. Për shembull, po mendoja se po shifja një film tashti, Angel. Angel është fjala shqipe dhe vetëm shqipe që e përdor gjithë bota, që do të thotë kryesisht në perceptimin e njerëzimit tashti është një fëmijë i vogël qiellor, një foshnjë e njëm që vdes, është quajtur Angel. Shqip, pastër shqip. Mendojeni një nanë pellazke, një grua e re pellazke, sapo ka humbur fëmijën e saj. Edhe e pyesin ato motrat e vogla, fëmijët e tjerë. Ku është? Si përgjigjet nana? On qiell. On qiell. Është në qiell. Se kështu themi ne për gjithë që kanë vdekur, se nuk shkojnë në ndër, por shkojnë në qiell te Zoti. On qiell. Pra i vetëm gjuha, po dhe perceptimi çdo gjë. Si mundemi ne një shtet, një kamp dhe të them, kaq i madh, që kemi mund të jetojmë se jemi kaq i madh për kaq shekujsh. Si mundemi ne të katëndisemi në këtë ditë që jemi katëndis sot me këto dhemjet, me këto zgjepet, me këto Edi Ramët, Sali Berishat, Belinda Ballukut. Ne duhet të ishim një kamp e ngjeshë, sepse ne jo kemi dhënë e ngjejt botës. Angel. Nuk e di më shumë është për tja që këti të, si quhet, dalipajt, sa i merret me fjalët. Por unë aty këtu kur i gjej, i harroj i leje, se s'kam kohë, kam punë të tjera, por sa kombi madh që është kombi shqiptar. E pabesueshme. Sa më gjoka ju përshnet.